shpalljes së pavarësisë? Mirë. Jena gëzu shumë për shpalljen e pavarësisë, se ka pas kurrë. Babgjyshe, 4 gjyshe kanë vujt për që ta jenë vrau për që ta. Për që ditë së ditë. E na e mërim, për hajna koftë, gjithve, shqiptarve, e faleminderit. Faleminderit shumë që na ke prit. Faleminderit shumë që na ke pritë dhe na ke dhënë këtë mundësi shumë të veçantë, se unë nuk e kom pa në intervistë tonë televizive. Na jem vazën tonë. Po, bac, po. A e kujton ditën e shpalljes së pavarësisë? Po. Qysh e kujton, bac? 17 shkurti. Po. Qysh e kujton 15 vjet më herët? Edhe rolin e djalit tonë që ka pas rolin kryesor atëherë. Po, e kujtoj rolin, e kalu rolin e mirë, më duket. Te tash, po duken senet. Po mirë ka më zhjo ditë. A i kujton bac ato momente? Edhe, a keni diskutu në atë kohë, se ka kalu goxha kohë, 15 vjetë është goxha kohë. Më kujtuhet se të rejat për harroj, të moshme s'pe harroj. Tash u boj moshme edhe pavarësia pak, se 15 vjetë i ka bo. Po, edhe 15 vjetë.